Ndërmarrja ujësillësit dhe kanalizimit ka përballuar një numër të madh sfidash gjatë vitit, sidomos në sezonin turistik kur konsumi i ujit arrin nivele shumë më të larta. Drejtori i kësaj ndërmarrje, Ajet Zaga, tha se pavarësisht vështirësive, po punohet vazhdimisht në përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë së shërbimit. Sipas Zagës, vitet e fundit kanë qenë sfiduese për shkak të rritjes së kërkesës dhe mangësive infrastrukturore, por ndërmarrja ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për stabilizimin e furnizimit. Ai theksoi se ndërmarrja është duke ndërhyrë në të gjitha fushat, nga rehabilitimi i rrjetit deri tek shërbimet ndaj qytetarëve. Për sa i përket vitit 2025, kemi pasur shumë sfida, si për sa i përket aspektit infrastrukturor, ashtu edhe për sa i përket cilësisë së ujit. Dihet që sfidat më të mëdha për ujësinë janë gjatë sezonit turistik, për arsye se domethënë dëfishohet konsumi i ujit, por që realisht domethënë jemi në procese të vazhdueshme të përmirësimit edhe që të kemi një qëndrueshmëri edhe të kemi domethënë përmirësim edhe të infrastrukturës, edhe të shërbimeve ndaj qytetarëve, edhe sa i përket cilësisë, domethënë jemi duke vepruar në të gjitha fushat, kemi vepruar gjatë vitit 2025 që të kemi domethënë një shërbim sa më të mirë edhe domethënë sa më komod për qytetarët. Po cila është gjendja aktuale e furnizimit në ujë? Për sa i përket gjendjes aktuale, domethënë jemi mirë, për sa i përket furnizimit, furnizohen domethënë me burimet e Salçit, Millës edhe Klejës në Zgaçit, domethënë nuk furnizohemi më domethënë gjatë këtyre muajve nga burimet e Lisnaborës. Furnizimi është i rregullt, përpos disa zonave që janë domethënë në gjendje të vazhdueshme që për shkak të kuotës së tyre nuk kemi domethënë furnizim normal, por që jemi duke punuar që edhe aty të arrijmë domethënë të normalizojmë situatën. Drejtori Ajet Zaga shpjegon se ndërhyrjet në rrjet janë të shpeshta për gjatë gjithë vitit, për shkak të amortizimit dhe infrastrukturës dhe rritjes së konsumit, sidomos gjatë sezonit turistik. Ai thekson se ekipet e ujësillësit janë të angazhuara vazhdimisht në terren, duke kryer riparime dhe mirëmbajtje në pika të ndryshme të rrjetit, me qëllim që furnizimi të mos ndërpritet. Për sa i përket ndërhyrjeve, domethënë janë të përditshme, është një ujësillësi është kompleks, domethënë ka një infrastrukturë që dinë të gjithë qytetarët që është shumë e vjetër dhe domethënë ndërhyrjet mund të kemi edhe 3-4 domethënë gjatë ditës për sa i përket ndërhyrjeve në përmirësimin e rrjetit. Gjithashtu punojmë edhe në drejtimet të sanimeve që janë edhe si projekte më të mëdha siç është rasti që jemi duke punuar në Mediteran, po ashtu edhe në qytetin e vjetër të Ulcinit, ku jemi duke ndërhyrë domethënë në ndërrimin ose sanimin e rrjetit primar, po ashtu me gjithë rrjetin sekondar, domethënë ku do të kemi një përmirësim shumë mirë të atyre zonave për sa i përket furnizimit me ujë. Jemi domethënë një bashkëpunim me themeluesin, me komunën e Ulcinit, konkretisht me sekretariatin për veprimtari komunale, po ashtu edhe me sekretariatin për investime, ku jemi duke udhëhequr domethënë këto punime dhe është një bashkëpunim shumë i mirë, shumë korrekt, edhe besoj që do të kemi rezultate shumë mira. Për vitin 2026, Zaga nënvizon se fokusi kryesor do të jetë rritja e qëndrueshmërisë së furnizimit dhe përmirësimi i cilësisë së ujit. Ai deklaron se do të vazhdojnë investimet në zgjerimin e rrjetit dhe modernizimin e tij, ndërsa fazat e mbetura të projekteve aktuale do të zhvillohen më tej deri në realizimin e tyre të plotë. Domethënë edhe ne jemi duke hartuar dhe duke punuar në drejtim. Kemi shumë domethënë plane për sa i përket 2026, kryesori normal do të jetë përfundimi i këtyre që kemi nisur në gjatë vitit 2025, por që normal kemi plane. Fokusi kryesor ka qenë te cilësia e ujit, jemi duke punuar në drejtim domethënë që të kemi projekte konkrete për zonat e mbrojtjeve të burimeve, për vendosjen e disa objekteve për klonimin, domethënë për sa i përket rrjetit të kemi një klonim sa më të mirë. Domethënë këto janë disa ato projekte, por fokusi domethënë për vitin 2026 ka qenë për sa i përket që të kemi një cilësi shumë më të mirë, çka është edhe domethënë objektivi jon kryesor si ndërmarrje. Se kemi momentalisht cilësinë e ujit. Për momentalisht e kemi shumë të mirë, domethënë ne vazhdojmë me analizat e javore, me këto ndërmarrjet që janë të licencuara për sa i përket këtij drejtimi, edhe
për momente jeni shumë mirë, normal kur ka domethënë devijime ose ndryshime të situatës, ne menjëherë lajmërojmë domethënë në marrëveshje me organet që i kryejnë këto analiza. Zaga identifikon disa sfida kryesore: rritjen e konsumit gjatë sezonit turistik, infrastrukturën e vjetruar dhe nevojën për sigurimin e furnizimit të pandërprer. Ai thekson se këto sfida kërkojnë angazhim të vazhdueshëm, investime të mëdha dhe koordinim mes të gjitha strukturave, por pavarësisht vështirësive, ndërmarrja po lëviz drejt përmirësimit të qëndrueshëm të shërbimit. Sa i përket domethënë kësaj domethënë sfidat më të mëdha janë domethënë se rrjeti dihet që është i amortizuar dhe sfidat normal do të jenë që të ulem domethënë humbjet. Për sa i përket humbjeve në rrjetin e ujësjellësit, dihet që komuna Ulësini me ujësjellësin janë duke investuar një shumë të madhe domethënë përmes projektit që është duke u realizuar. Janë në disa faza është gati në përfundim, por është një projekt që vazhdon dhe do të vazhdojë për disa vite deri që të realizohet. Drejtori Zaga thekson se pavarësisht sfidave, ndërmarrja mbetet e përkushtuar të garantojë një furnizim të qëndrueshëm dhe shërbim cilësor për të gjithë qytetarët.